që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ha diskutim kjo punë, dhe vinë Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Besoj që kam të gjithë mirëkuptimin tuaj për të adresuar një orë më parë këtë shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për i drejtës nga disa prej komuniteteve tuaja. Kryesisht në jug perëndim, në jug lindje të vendit, jo në jug perëndim, në jug lindje të vendit. Në aksin Tiranë-Korçë. Dakord? Kryesisht. Se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithë kohën, se si janë, si s'janë, prapa ata janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë.